Edi Rama në mënyrë absolute ka shkelur nen për nen ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar. Dhe njerë theksoj, zonat, pejzazhet e mbrojtura janë zona në të cilat në rast se vendos zhvillimit, do të bësh një vlerësim gjithëpërfshirës të duhur. Dhe në qoftë se vlerësimi gjithëpërfshirës i duhur rezulton se nuk mund t'i prekish. Në rast se vlerësimi gjithëpërfshirës i duhur lejon që të avancosh me tej, je i detyruar të bësh vlerësimin e mjedisit, vlerësimin e thelluar të mjedisit, vlerësimin e habitatit, të janë 4 shkallë në për cilat duhet kalosh. Asnjë prej tyre nuk ka respektuar Edi Rama. 0. Tjetër, kërkon të këshillohesh me shoqërinë civile dhe komunitetin, se kjo rrugë çon në konflikte të mëdha dhe të heq dorë nga kërcënimi. Ajo zonja, për hir të vërtetës, duhet të themi atë që është, i tha në Shkodër atë që duhet i thoshte. I tha, Zoti Rama e shtrove Rozafën në zyrë të Partisë Socialiste. Jo, nuk e kemi ftuar, sepse ajo ka deklaruar që do të jetë e pavarur. Kjo është dhe ne respektojmë deklaratën e saj. Jo. Po unë i bëj thirrje, u bëra thirrje dhe ministrave, i jepni dorëheqjen që të shkojmë drejt zgjidhjes së krizës. Kur flisni për çështjen e protestave, a e keni dëgjuar qartë thirrjen që Rama në burg, Berisha në burg? Po, a e dëgjove tavlan ballën qartë apo jo? A e dëgjove ballën? Po tani, unë s'e kam thënë këtë. Po tavlan balla e mori vetë për sipër. Po e thotë gjithë turma në fakt. Po jo, po e tha e mori vetë që është, e tha. Kam kënaqësi që më kam dëgjuar tha. Po tavlan balla do ta fusë Rama në burg? Po si se ndëgjove ti në parlament? Zoti Berisha tani ju vlerësoni protestën ose nuk e vlerësoni? E vlerësoj, jo, një minutë. Jo, shiko. Jo, e vlerësoj në shkallën më të lartë. Por e kam thënë gjithë që nuk mundet kur që gjethet të më pengojnë të shoftrungë. Nuk mundet kur që disa sloganet ose në një qëndrim i veglave të qeverisë, opozita është vegle e qeverisë. Dhe unë nuk them më shumë se kaq këtu. Por është vegël e qeverisë. Dhe 2-3 Sorosian të paguar nga armiku im George Soros. Kaq është ajo. Aq është ajo. Si mund të bësh një pyetje të tillë ti? E bëj sepse po çfarë të thot mendja? Se këtë pyetje, po këtë përpjekje të jashtëzakonshme ka bërë Edi. A nuk u bërë një përpjekje? Ai peti përpjekje titanike që u bën për ta larguar dhe demokrat e donin Sali Berishën. Po si, po. Këtë përgjigje ju thoni që vetëm ju e mbroni Partinë Demokratike. Jo, atë e ke gabim. Jo, e ke gabim, nuk them atë. Unë them që u bën përpjekjet më të jashtëzakonshme për të larguar Sali Berishën nga Partia Demokratike, demokrat nuk e pranuan. Kjo është e vërtet kjo apo jo? Sepse shiko, ata të cilët nuk e pranuan, ata u përballën me sanksione, me privacione, me kërcënime, me shumë gjëra, por ata gjykon një lloj Sali Berisha që do të jetë forcë sovrane.